Përshëndetje, mirë se po takohemi me emisionin Zoom. Sonte do të diskutojmë për zhvillimet brenda koalicionit Vlen. Në një kohë kur flitet për një iniciativë për bashkim të partive të Vlenit në një subjekt të vetëm politik, kanë dalë në pah edhe dallime të dukshme mes aktorëve kryesor të këtij koalicioni. Do të diskutojmë për mundësinë e bashkimit, për raportet mes liderëve, për rolin e Arben Taravarit dhe për pasojat që mund të ketë një tërheqje eventuale e tij dhe e partisë së tij nga ky koalicion. Po ashtu do të flasim edhe për agjendën qeverisëse, për ndryshimet kushtetuese, ligjin për përfaqësim të drejtë dhe Akademinë Shqiptare, projekte që janë premtuar por që ende nuk kanë marrë formën e duhur. Në studio kemi Zeqeria Ibrahimin, kryetari i Alternativës. Zoti Ibrahimi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje dhe ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona, atu kemi këto minuta në vazhdim për të diskutuar rreth zhvillimeve në koalicionin Vlen. Në fakt kjo temë është shumë e përfolur ditëve të fundit në opinion. Zoti Ibrahimi, çfarë po ndodh me Vlen? Nga njëra anë kryetari i LD-s, zëvendës kryeministri Izzet Mexhiti paralajmëroi se këtë javë do të ketë një iniciativë për bashkimin e Vlenit në një subjekt të vetëm politik, por nga ana tjetër i kemi të qartë dallimet dhe dilemat e Arben Taravarit, i cili është një nga eksponentët kryesorë të këtij koalicioni, edhe i cili para dje në fakt thash që nuk ka marrë ftesë për të bërë pjesë e këtij subjekti politik. Çfarë më konkretisht po ndodh në Vlen? Po ndodh bashkimi apo përçarje? Po nuk kisha thënë që po ndodh përçarja e Vlenit. Vleni është unik për sa kohë që ata cilët e kanë ndërtuar Vlenin i besojnë konceptin mbi të cilin është ndërtuar Vleni dhe opinioni i përgjithshëm e ditë që koalicioni Vlen është krijuar në vigjilet e zgjedhjeve të kaluara parlamentare duke qenë si oponent dhe antipod i Bashkimit Demokratik për Integrim. Të me thënë, Vleni u ndërtua si koalicion politik për ta bërë oponencën me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe derisa Vleni mbetet i përqendruar në këto premisa, në këto parime, është unik dhe në qoftë se shfaqen prirje që janë në kundërshtim me këtë përcaktim mbi cilin është ndërtuar Vleni, atëherë mund të themi që mund të ketë distancime ose largime nga Vleni, por aktualisht nuk kemi ndonjë deklarim publik se dikush nga antarët e Vlenit, nga parti që janë në Vlen, ka bërë një hap të tillë që nuk përjashtohet edhe të ndosë fundja çdo kush e ka të drejtën e tij, por realisht ka indicje se nuk janë gjithë elementet e Vlenit unike për sa i përket mënyrës se si ata e perceptojnë Vlenin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Dhe perceptimet e këtilla kanë shkaktuar disa divergjenca që tashmë i di edhe opinioni që janë interpretuar me kualifikime të përçarjes ose të largimit të dikujt nga koalicioni. Aktualisht nuk kemi këto gjëra, por çfarë do ndodh në të ardhmen nuk mund të parashikojmë që sot. Intenca, synimi të fillestar i gjithë aktorëve të Vlenit ka qenë që ne të përfundojmë në një subjekt të përbashkët politik, por për shkak të dinamikës së zhvillimeve politike me të cilat ne jemi përballur gjatë kohës sa u futëm në qeveri dhe gjatë kësaj kohe, nuk është se kemi pasur shumë mundësi të përqendrohemi në atë se si mund ta bëjmë Vlenin bashkë, cilat janë mënyrat, a do të jetë ajo një subjekt i përbashkët, a do të jetë një koalicion që të ketë një udhëheqës ose kështu me radhë, dhe duke lënë këtë punë gjithnjë në plan të dytë për shkak të plot detyrimeve të tjera, neve japon agjendat e zgjedhjeve lokale, mbase kur ende nuk kemi arritur ta unifikojmë këtë subjekt. Ditëve të fundit ne kemi biseduar kur jemi takuar veçaveç që ndoshta përgjigja më e mirë për krejt këto perceptime të ndryshme të zgjedhjeve lokale brenda koalicionit Vlen do të shuheshin, po që se ne do të arrinim që ta unifikojmë Vlenin në një subjekt politik të përbashkët përpara zgjedhjeve lokale. Kështu janë, domethënë, gjërat e përgjithshme, kurse për detajet mendoj se mund të flasim. Po sigurisht do flasim minutat në vazhdim. Ju brëm keni pasur një takim të liderëve të koalicionit Vlen. Çfarë diskutua dhe çfarë u konstatua pas këtij takimi?
dhe ku ishin ato dallimet? Më thonë, takimi mbrëmshëm ka qenë si shumë takime të tjera që një mban trupi koordinues i koalicionit Vlen, ka qenë takim i rregullt, po të thua se gati se çdo të hënë ne kemi pasur këto takime të këtilla. Sigurisht urgjenca e këtij takimit ka qenë e lidhur edhe me këto zhvillime të fundit, nuk mund ta mohojmë. Për fat keq zoti Taravari nuk ishte mbrëm në takim, u arsyetua se ka pasur sa detyrimet pa anulueshme. A është një sinjal për juve? Nuk kisha dashur të paragjykoj, nuk mendoj se duhet të paragjykojmë, sepse në takim ishte sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët, ishte shefi grupit parlamentar zoti Adel Snopçe dhe ishte zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Dhe ne kishim një takim ku i shpalosëm gjitha pyetjet të cilat i kemi ne partitë e tjera kundrejt Aleancës për Shqiptarët. Ka qenë një mbledhje shumë korrekte dhe shumë e kujdesshme në kuptim të diskutimeve, duke i përballur argumentet. Po ta rezumojmë domethënë gjithë këtë mbledhje, do kishim thënë se kanë qenë dy çështje të cilat janë shtruar, është mënyra se si ne dogarojmë në zgjedhjet lokale dhe çështja tjetër, hezitimi që e kanë të tre partnerët e tjerë të Vlenit me ato që zoti Taravari ka thënë se ka pasur komunikim me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe këto ishin dy temat për të cilat kemi biseduar, e kemi lënë që prapë të shifemi e të flasim. Unë mendoj se akoma ka shumë hapësirë që të i kalojmë dallimet dhe të vazhdojmë bashkë në zgjedhjet lokale. Me një fjalë, sipas jush, Arben Taravari është më afër Vlenit apo më afër jashtë Vlenit? Si e vlerësoni pozitën aktuale? Unë mendoj që ndoshta më mirë është ta pyesni atë, më thënë zotin Taravari, në kuptim të asaj që ai është deklaruar për opinionin, nuk më le shije shumë të mirë ajo kur ai thotë se ne do bisedojmë edhe me Vlenin, edhe me partitë e tjera, për shkak se ne e konsiderojmë akoma Vlen, zotin Taravari, dhe nuk mundesh që duke qenë në Vlen të thuash të flas edhe me Vlenin, si bie që flet me vetveten. Unë mendoj që ai është pjesë e Vlenit. Por pjesa e dytë e kësaj fjalie është mjaft problematike për neve, kur ai thotë se do flas edhe me partitë e tjera, kurse ne dimë se partitë e tjera në këtë rast është vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim. Partitë e tjera nuk besoj se ka fjalën që të flas me partinë Levicën ose me partitë e tjera. Janë fronte evropiane disa parti tjera. Po ato janë parti që nuk e besoj që ka me idenë aty, sigurisht që me partitë e tjera në klapa është Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe derisa njëri nga eksponentët e Vlenit e le hapur mundësinë, në këtë rast zoti Taravari e le hapur mundësinë që të merret vesh edhe me të një parti tjetër, që po themi të frontit evropian, qoftë pa specifikuar se është fjala për Bashkimin Demokratik për Integrim, për tre elementet e tjera të Vlenit, për tre partitë e tjera të Vlenit, është shumë diskutabile për shkak se në këtë mënyrë është rënuar ose rrezikon të rënohet arsyeja mbi të cilën është ndërtuar Vleni, se në qoftë se Vleni mbetet një martesë e hapur ku mund të diskutosh edhe të bashkëpunosh edhe me një parti oponente, atëherë humbet kuptimi i kësaj bashkëlidhje të cilën ne kemi ndërtuar si oponencë ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim. Thjesht thënë, përpara se të vazhdojmë me çështjen e bisedimit për zgjedhjet lokale, zoti Taravari duhet ta ndaj mendjen a e ka të mbyllur mundësinë që të bashkëpunohet edhe me Bashkimin Demokratik për Integrim ajo. Në qoftë se ai deklarohet se nuk ka asnjë opsion të bashkëpunimit të tij me Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe se opsioni i vetëm edhe i tij edhe i yni, sikur që ne themi, është vetëm se koalicioni vlen edhe vetëm në kuadër të këtij koalicioni të dogarohet në zgjedhjet e ardhshme lokale, jemi gjithçka në rregull dhe ne mund të vazhdojmë
të gjejmë zgjidhjet për të garuar së bashku në zgjedhjet lokale. Mirë, nga ajo që e kuptojmë është që dallimet janë më tepër në atë që zoti Taravari kërkon një përqindje më të madhe të kandidatëve për komuna në zgjedhjet lokale, po ashtu kërkon një propozim i tij është që të shkohet me lista këshilltarësh të veçanta të partive politike, përse për ju është e papranueshme që të shkohet në zgjedhje lokale me lista të veçanta për këshilltar komunal? Po, më thonë, ky ka qenë njëri ndër debatet ose njëra ndër temat që ka shkaktuar të dallimin mes nesh, për shkak se të tre partitë e tjera të koalicionit janë të mendimit se detyrimisht duhet të shkohet bashkë edhe me listat për këshilltar, për shkak se përmes listave sigurohet numri i përgjithshëm i votave të koalicionit vlen, me cilin ne e dëshmojmë potencën tonë politike. Dhe në qoftë se ne i ndajmë ato lista dhe vetë sistemi i dontit, formula e dontit në zgjedhje që i favorizon partitë e para, i bie që ne duke qenë pretenduesit për qenë të parët, rrezikojmë që gjithkund të mos jemi të parët dhe kështu t'ja mundsojmë partive të Frontit Evropian ose Bashkimit Demokratik për Integrim fitoren e zgjedhjeve lokale në kuptimin e listave të këshilltare, plus që edhe ne dim që Vleni është një koalicion që ka mbledhur edhe gjithë votën anti-BDI të thuhet dhe nuk është ajo votë e lidhur me gjithnjë me partitë e mbledhura në Vlen, por është një votë që është refleksioni një animozitetit ndaj asaj çfarë ka përfaqësuar BDI-ja në të kaluarën. Dhe ne gjykojmë se vetëm duke qenë bashkë arrim që ta mbajmë atë votë dhe ta rrisim atë votë. Andaj për neve nuk është e arsyeshme që të kërkojmë të ndahemi në këtë kohë për shkak se nxitja për të shkuar me lista të ndara e ka në vetvete idenë se duhet matim edhe se kush është më i fortë mes nesh. Në këtë kohë, sipas të tre partive të Vlenit, por edhe sipas zotit Qokut që është përfaqësues i vetvendosjes, gjykojmë që nuk është mirë që në këtë kohë ne të flasim për tema se kush është më i forti në Vlen, për shkak se betejë jonë e fundit elektorale duhet të jetë me Bashkimin Demokratik në zgjedhjet lokale, duke gjykuar se ajo është betejë e fundit ku ne do ta pensionojmë edhe atë klasë politike, por edhe ato subjekt politik. Dhe ta nxjerrësh çështjen e listave të ndara në këtë kohë, se të pranosh se ke pasur komunikim me zotin Ahmeti dhe të thuash se je i hapur edhe për të bashkëpunuar me Bashkimin Demokratik për Integrim, në perceptimin tonë është një autogol dhe një shërbim për BDI në cila ishte para kësaj jave ose para 2 jave ishte gati në gjendjen e vdekjes klinike. Andaj për neve është shumë indikative kjo dhe u kemi kërkuar edhe mbrëm kolegëve tanë të Aleancës për Shqiptarët, por edhe sonte edhe gjatë gjithë kohës u kemi kërkuar të reflektojnë, të mbyllin terën e mundësisë së bashkëpunimit me PDI-n, të kthehen aty ku ne e bëm fitoren e përbashkët të 8 maj të vitit 2024 dhe ta bëjmë edhe fitoren e ardhshme bashkërisht në zgjedhje lokale. Zoti Ibrahimi, këto diskutimet apo nxjerrin në fakt një pak që edhe gjatë periudhës së kaluar ka pasur një mungesë koordinimi dhe komunikimi mes partive të cilat janë pjesë e koalicionit Vlen. Zoti Taravari në një emision tha që ai ka vërejtur që ju, zoti Kasami dhe zoti Mexhiti, keni pasur një koordinim më të mirë për disa çështje dhe shpesh ai është vënë në një pozicion 3-1. Nuk kisha thënë, mua më duket ajo çështja se kush me kë është dhe me si është, më duket si thua të krijon tabore. Ka pasur plot tema ku unë nuk jam dakorduar fjala bie me zotin Mexhiti ose me zotin Kasami ose ata me mua, dhe kur unë jam pajtuar me zotin Taravari dhe kështu domethënë ka pasur diskutime
të ndërsjella, por kur kemi folur për çështjen e zgjedhjeve lokale, është e vërtetë që të katër, domethënë duke përfshirë edhe zotin Qoku, ne kemi qenë të mendimit të këtij dhe ai ka qenë i ndarë, domethënë, dhe kjo nuk është që ne kemi bërë në mënyrë të qëllimshme e me plan që të përjashtohet. Ai thjesht ka qenë mendim i unik dhe nuk është diçka që neve na ka bërë bashk kundër, domethënë të jesh i një mendimi dhe të mos pajtohesh me një mendim tjetër, kjo nuk do të thotë se ke armik ose i ke kundërshtar. Kjo është një çështje e cilën ne jemi të dalluar me zotin Taravari. Kurse fakti që ai pastaj ishte në një emision dhe deklaroi se koalicioni Vlen është jo funksional dhe lavdëroi zotin Mickovski dhe kishte fjalë të kritikës me nota kritike pikërisht për Vlenin, ku bën pjesë edhe ai, ishte si thua një mollë sherrri që nxori në opinion ato dallime që ne mund të kemi pasur brenda të koalicionit Vlen. Gjithsesi, që ta zhvendosim pak debatin nga ajo se kush është i mirë dhe i keqi në këtë rast, unë gjykoj se shqiptarëve të Maqedonisë u duhet, për të mos thënë që u mungon një klasë më e pjekur politike, që politika nuk e sheh vetëm në peshorën e fitimit dhe humbjeve, por e sheh në të dritën një kauze. Derisa ne flasim për një kauzë të përbashkët politike, nuk duhet ta kemi gjithnjë në mendje kalkulatorin e përqindjeve, por flasim në frymën se sa është duke ecur kauza jonë e përbashkët. Në qoftë se ne politikën e kemi shndërruar ose e kemi kthyer në diskutimin e përqindjeve, të fitimit e të humbjeve, kjo më nuk është politikë, por është biznes. Andaj unë nuk jam të politika e biznesit, por jam të politika e kauzës dhe kjo është edhe njëra nga çështjet që na ka dalluar dhe cila akoma vazhdon ta shkaktojë opinionin tonë. Një çështje tjetër është se pse po ndodh tani shkrirja. Ju keni thënë pas zgjedhjeve parlamentare se do të shkriheni në një parti politike, por që ky proces do të rrjedh natyrshëm dhe si afat e keni përmendur që Vleni mund të shkrihet në një parti politike pas zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të janë diku ka muaj tetor. Lind pyetja apo ndjeni rrezik të shkëputjes së një pjesë të Vlenit që tani po inicioni shkrimin? Do të thonë, ta themi kështu të formalisht, nuk ka asnjë vendim të asnjëra partie Vlenit që të bëhet shkrirja. Andaj, do të thonë, kjo është vetëm si vullnet i mirë që është shprehur në takimet që i kemi pasur mes vete unë, zoti Kasami dhe zoti Mexhiti, pikërisht duke parë se zgjatja e kësaj gjendje bën të paqëndrueshme ose të rrezikuar Vlenin për shkak se gjithkush e shef se ku është i përfaqësuar si subjekt i veçantë politik. Që të mos e shohim Vlenin duke e parë gjithkush elementin e tij politik se ku është në Vlen, ne kemi menduar se të ndoshta është mirë të përshpejtohet procesi i unifikimit Vlenit dhe të mos lihet kjo gjendje e pafatizuar se kur mundet të ndodhë. Nuk është se ne kemi vendosur të bëhet këtë javë ose javën tjetër, po të merremi vesh me zotin Taravari, nuk ka problem që këtë shtyhet edhe në Vjesht, të shtyhet edhe të zgjedhjeve lokale, nuk ka një datë edhe një afat që ne jemi të dakorduar të duhet bëhet kështu ose s'bëhet ndryshe. Gjykimi ynë është që duhet të bëhet një unifikim i partive të Vlenit, për shkak se kjo e mban Vlenin unik dhe e mban gjithë fuqinë elektorale të Vlenit si antipodi i asaj çfarë paraqet Bashkimi Demokratik për Integrim. A do bëhet kjo dhe kur do bëhet kjo, nuk kam asnjë datë, asnjë afat. Nuk është e vërtetë që ne kemi lënë jashtë zotin Taravari, ne shohim edhe atë si pjesë të koalicionit të Vlenit dhe nuk shohim asnjë arsye që ai të mos jetë pjesë e Vlenit, gjithsesi ai duhet pastroj me dilemën e tij se ka ende të hapur derën për Bashkimin Demokratik për Integrim apo jo. Në fakt, në opinion janë përhapur edhe informacione të ndryshme
në lidhje me këtë procesin e shkritjes të Vlenit. Është përmendur që për kryetar të Vlenit të jetë Bilal Kasami. A sa është e vërtet kjo, është diskutuar? Nuk është diskutuar asnjëherë në këtë rrafsh, domethënë këto i kanë pasur, kanë qenë spekulime të portaleve të ndryshme, nuk është diskutuar asnjëherë, domethënë në takimet që ne kemi pasur, vetëm është shprehur vullnet që mund ta bëjmë këtë. Por për detajet se si ka mundësi të bëhet kjo, nuk është folur asnjëherë, domethënë tash vetëm mund të supozojmë, domethënë mund të supozojmë që Vleni të vazhdojë edhe si koalicion dhe të ketë një kryetar të koalicionit, që të ketë me një rotacion. Po mund bëhet edhe një parti politike me përfaqësues të barabartë të organeve të partive që do të rezultojnë me një kongres të përbashkët dhe një shkrirje të Vlenit. Thonë, këto janë modalitetet të cilat nuk mund të them se janë diskutuar dhe në asnjë rast nuk është përmendur se kush mund të jetë lideri i ardhshëm i Vlenit, për shkak se spaku gjykimin time në të termat për cilat fola, nëse ne kemi ndërtuar Vlenin mbi një kauzë, më pak e rëndësishme është se kush është lideri, sa është e rëndësishme se çfarë është kauza. Dhe A do të jeni pranueshëm për ju, qoftë zoti Kasami, qoftë zoti Mexhiti, po qoftë ju tani, po flasim në mënyrë hipotetike. Nuk është shokët punë me emrat përvetshëm, se është më pak i mirë ai ose më shumë i mirë ky, ose që ta shoh veten si pretendent për këtë punë. Gjithnjë jam i prirë të besoj që a jemi ne të gatshëm të besojmë në një kauzë të përbashkët politike dhe ajo të jetë arsyeja për të cilën ne bashkohemi në një subjekt përbashkët politik. Në qoftë se kemi një ide të përbashkët e cila e bën Vlenin subjekt përbashkët, çështja e emrave të përvetshëm që do ta udhëheqin, unë mendoj se duhet të jetë sekondare. Gjithnjë duhet të ketë parasysh që subjektet politike dallojnë nga kompanitë për faktin që në kompani gjërat duhet të kalkulohen me kriterin e fitimit dhe humbjes, kurse në një parti politike gjërat duhet të kalkulohen me suksesin ose mos suksesin e një ideje e cila e mban gjallë ato subjekt. Andaj unë jam i prirë që subjektin, qoftë si koalicion Vlen, qoftë si parti politike Vlen, ta shoh në prizmen asaj se cila është ideja ose strumbullari që e unifikon këtë subjekt, dhe a jemi të gatshëm gjithë ne të angazhohemi për jetësimin e atij ideali. Në fakt, një pyetje që desha t'ua parashtroj juve për shkak se ua kanë parashtruar edhe njohësve të çështjeve politike, analistëve të ndryshëm, është që ai ishte hendikep për Vlenin që nuk arriti të shndrohet në një parti politike me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare, por ju paraprakisht në fillim të emisionit e thatë që ajo ishte një ishte, më thonë, gabim. Dinamikat cilat u zhvilluan në inkuadrimin tonë në qeveri nuk na lanë shumë hapësirë që ne ta shndrojmë Vlenin në një subjekt përbashkët politik. Më thonë, dhe si më thonë, ne u gjendëm dhe euforia ati momenti ishte tillë për të unifikuar të komoditetit politik dhe u lanë në plan të dytë çështja se kur do të bëhet unifikimi i Vlenit në një parti politike, ajo u shtyp për një afat pasaktuar dhe sot vinë këto probleme për të cilat edhe po flasim këtu. Zoti Ibrahimi, çka nëse zoti Arben Taravari tërhiqet nga koalicioni Vlen, por vazhdon të mbetet pjesë e pushtetit, gjithsesi pjesë e qeverisë, a do të ishte e pranueshme për juve një situatë e tillë, që të keni në qeveri një partner të dytë shqiptar? Këto janë situata hipotetike në të cilat ne mund të gabojmë dhe të rrëshqasim në supozime të cilat mund të mos realizohen. Nuk jam i prirë të gjykoj në fushë të tillë, gjithsesi se në qeveri ka edhe partner të tjerë të qeverisë që nuk janë të Vlenit, domethënë, dhe ne nuk e dim se kush bëhet partneri i qeverisë, kush nuk bëhet, varësisht nga zhvillimet që bëhen politike në Vlen. Ne nuk duam që zoti Taravari as të dalë nga Vleni, as të dalë nga qeveria, por ajo se çfarë do bëj ai është çështja e tij dhe e partisë së tij, dhe në këtë rast fuqia e
të tërheqjes nuk mund të jetë të vendimtare të fuqisë largimit. Domethënë është punë që duhet ata cilët janë me dy mendje të ndajnë mendjen se arrin vlen apo se si do vazhdojnë tutje. Megjithatë, tërheqja e Taravarit do të nënkuptonte -5 deputet për koalicioni Vlen dhe besoj që nuk është një numër për hir të së vërtetës, nuk është një numër i vogël. A keni menduar si mund të amortizoni nëse vije një situatë e tillë? Nuk e kemi menduar këtë punë për shkak se ne besojmë që zoti Taravari nuk dëshiron të largohet nga qeveria, ai këtë edhe vetë e ka deklaruar edhe publikisht. E dim pastaj që edhe nuk dëshiron të kalkuloj bile me këtë si çështje. Nuk mendoj se do ndodh, por tutje se ndodh, ajo është një situatë e re të cilën duhet ta flasim me kryeministrin. Unë druaj që krejt kjo çfarë po flitet në opinion dhe ajo që zoti Taravari ka thënë që ka komunikim me zotin Ahmeti, të mos jetë në këtë vit. Domethënë, ajo që më shqetëson është që nëse është një plan i tillë, atëherë është keq. Domethënë, është keq të keni komunikim me zotin Ahmeti? Është keq për shkak të oponencës, se ne nuk është keq të komunikojmë me gjithë nëse shtrohet një çështje e cila është e përgjithshme. Kur di fjala bie nëse ne flasim për çështjen të Koçanit për këtë rastin e fundit edhe ulemi bashkë në një tavolinë për të gjetur zgjidhje për atë fatkeqësi, nuk ka asgjë të keq të flasim. Por se flasim për të bashkëpunuar për zgjedhjet lokale, kjo është keq. Kurse zoti Taravari ka thënë që unë jam i hapur për të bashkëpunuar edhe me BDI-n. Dhe kjo është ajo çështja e cila na bën neve për dallime, se nuk është problem se mund të komunikojmë me zotin Ahmeti, se ne nuk e kemi armik të pushkës zotin Ahmeti dhe s'përjashtohet që ne dikon të takohemi edhe të përshëndetjemi, se nuk kemi armiq hasëm, por ne jemi oponent politik që nuk mund të imagjinohet që Vleni të bashkëpunoj në rrafsht politikës me zotin Ahmeti. Andaj, ky tip i bashkëpunimit gjykohet si i dëmshëm për Vlenin. Alternativa, Lëvizja Demokratike dhe Lëvizja Besa dhe sigurisht përfaqësuesi vetëvendosjes a kanë mirë kuptim lidhje me komunat të cilat do t'i ndajnë në zgjedhjet lokale dhe cilat komuna pritet të takojnë alternativës apo ende nuk e keni biseduar atë? Më thonë, besoj që keni parë edhe ju që ne i kemi bërë një ofertë Aleancës për shqiptarët. Ato e konsideruan si ultimatum? Po, ajo është çështje e interpretimit, më thonë, nuk është ultimatum dhe ne nuk duhet ta përdorim as fjalën ultimatum, ne jemi bashkë akoma dhe unë dëshiroj që kështu ta perceptojnë edhe shokët tanë të Aleancës për shqiptarët. Oferta ka qenë në funksion të asaj që t'i ndihmohet Aleancës për shqiptarët që të mbetet në kuadër të koalicionit Vlen. Për hir të së vërtetës, brenda trepartive të tjera nuk ka pasur asnjë diskutim se kush çfarë merr tjetër. Ne duam që Aleanca për shqiptarët të marrë vendim që të mbetet pjesë e Vlenit, por ne të tre jemi të sigurt, jemi të vendosur që të gjejmë zgjidhje edhe në qoftë se do duhet dikush nga ne të lëshoj penj për një komunë të caktuar ose për një listë të caktuar. Gjithnjë duke u prirë nga ajo që Vleni duhet të mbetet unik për zgjedhjet lokale dhe në qoftë se ne jemi të bashkuar rreth këtij ideali të Vlenit, atëherë çështja e pasaj se çfarë komune marrim dhe çfarë japim duhet të jetë temë sekondare. Në qoftë se ndodh shkrirja e Vlenit përpara zgjedhjeve lokale, për çka unë jam deklaruar në takime dhe edhe në brenda organeve të alternativës, atëherë bëhet akoma më e lehtë për shkak se çdo kryetar i komunës dhe të gjithë ata këshilltar janë thjesht të funksionarët e Vlenit dhe nuk është më e rëndësishme se të cilës parti në mënyrë specifike do jenë ata si përfaqësues. Kështu që në këtë kohë nuk kemi pasur diskutime të tjera brenda nesh se kush çfarë do marr. Ne kemi bërë ofertë Aleancës për shqiptarët
duke dashur t'i ndihmojmë asaj që të marrë vendim që të mbetet brenda vlenit dhe në qoftë se ata janë dakord me atë ofertë, atëherë pjesën tjetër çfarë ka mbetur nga ato komuna do gjejmë zgjidhje në mënyrë patjetërsueshme që të ndahet në mënyrë proporcionale mes partive të tjera të vlenit dhe ne të garojmë së bashku në zgjedhjet lokale. Cilat janë pritshmëritë juaja për zgjedhjet lokale? Ke fjalën tonat si alternativë ose si vlen? Edhe si alternativë edhe si... Unë si alternativë dua që vleni të fitojë zgjedhjet lokale, si vlen mendoj që vleni i fiton zgjedhjet lokale, pavarësisht a do jetë aty alternativa, aleanca ose besa ose LD, unë mendoj që vleni është bërë me një brend i cili e ka mbledhur fuqinë elektorale shqiptare që i beson një koncepti të ri politik që është ndërtuar mbi premisa të reja politike. Domethënë vleni përfaqëson një klasë të re politike që është ndërtuar mbi antipodin e një klasës politike që është identifikuar me elementet më të larta të korrupsionit e të listave të zeza. Domethënë ju sot në opinion kur e përmendim fjalën dhe emrin Soravia, kjo është sinonim për PDI-n, kur sot e përmendim emrin e listës amerikane të personave të listës së zezë, non grata, ajo sinonim për PDI-n, dhe vleni është antipod i kësaj. Dhe ne, derisa ne e besojmë që vleni është një klasë politike që nuk i ka këto elementet të korrupsionit dhe të anti-amerikanizmit, në vetë vete unë i besoj vleni si koncept politik dhe jam i prirë të besoj që edhe shqiptarët të Maqedonisë së Veriut i besojnë këtij koncepti politik dhe rrjedhimisht besoj se kjo e sjell edhe fitoren tonë në zgjedhjet lokale. Si e komentoni sfidën e BDI-s, të cilat kërkojnë që së bashku me zgjedhjet lokale të mbajnë zgjedhjet të parakohshme parlamentare? Po unë e kuptoj që BDI është në hall të madh politik dhe po përpiqet të bëjë ndonjë zgjidhje që ta shpëtojë. Do thonë, ju e dini që BDI-ja kur flasim për shpëtim, për konceptin e shpëtimit, nuk vetëm për shpëtim politik të partisë politike, por është edhe për shpëtim të fizik të personave të cilët e udhëheqin atë parti politike, për shkak se plot eksponentë të asaj partie janë në afera të larta të korrupsionit dhe nuk e dinë se në çfarë dite u troket policia nder. Dhe ata e dinë që vetëm në qoftë se arrin të kthehen pushtet, mund të shpëtojnë, për shkak se janë me duar të përlyera në korrupsion. Dhe atyre u duhet detyrimisht të shpikin një zgjidhje për zgjedhje të parakohshme, se ashtu gjykojnë se mund të shpikin edhe një zgjidhje me cilën ata kthehen në pushtet. Për fat të keq, zgjedhjet parakohshme nuk do ketë, edhe ata mund t'i lajnë duart nga zgjedhjet e parakohshme, a do ketë arrestime të reja, këto presim që ta shohim, por nuk duhet dhe ne nuk do lejojmë që të ketë zgjedhje të parakohshme vetëm se ata janë të friksuar nga drejtësia. Ne mendojmë se shumica është edhe plot, edhe stabile, të i bëjmë zgjedhjet lokale, e pas zgjedhjeve lokale prap shumica e vendos a do shpallen zgjedhje apo jo, apo vazhdohet ky mandat deri në fund. Realisht, kur i shikojmë numrat që sot e përbën shumicën, nuk ka asnjë arsye që të shkohet në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Zoti Ibrahimi po përmendi korrupsionin, por gjatë ditës së sotme është arrestuar edhe një drejtor i cili është emëruar nga koalicioni Vlen, është pjesë Aleancës për Shqiptarët, por me që ASH-ja është ende pjesë e Vlenit, mund ta konsiderojmë si të tillë. Gjithsesi, edhe kjo është një nga handicapet që e ka lënë pezull gjendjen. Unë gjykoj që ai rast është shembull se si duhet se si është dashur edhe në të kaluarën edhe sot të veprojë secila qeveri. Derisa në të kaluarën qeverit i kanë mbrojtur eksponentët e tyre dhe i kanë arsyetuar, i kanë mbuluar, në këtë rast, në këtë qeveri, edhe eksponentët që janë të kësaj qeverie, në qoftë se zhyten në korrupsion, ata përballen me ligjin. Dhe unë nuk e gjykoj këtë si pikë negative, për shumë notat pozitivitetit, se qeveria është e gatshme që edhe ndaj
vetë eksponentëve të vetë të veprojnë në këtë mënyrë. Andaj, unë e përshëndes vendimin e organeve të rendit dhe gjykoj se çdo kush tjetër, unë kam thënë edhe të funksionarëve të alternativës, se askënd nuk e mbroj për që se zhytet në korupcion. Dhe përveç se të ka të distancim politik, unë mendoj se duhet të ketë edhe përgjegjësi juridike për çdo kënd i cili në këtë shtet zhytet në korupcion. Andaj nuk mendoj se duhet të gjykohet pse është gjetur një funksionar i tillë, por duhet të lavdërohet pikërisht kjo qeveri, e cila edhe për funksionarët e vet është e drejtë dhe gjykon në këtë mënyrë. Zoti Ibrahimi, vazhdimisht që nga formimi i qeverisë, keni qenë cak i kritikave dhe akuzave nga ana e opozitës shqiptare, Frontit Evropian, apo konkretisht Bashkimi Demokratik për Integrim, për degradim të pozitës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Këtë ka përsëritur së fundmi edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Këto kritika burojnë nga ajo që gjatë mandatit tuaj u anulua, u abrogua balancuesi, ndërsa është në pikpyetje abrogimi disa neneve të ligjit për përdorimin e gjuhëve që nënkupton përdorimin e gjuhës shqipe në nivel territorial. Si keni parë këto kritika? Më thonë, unë e di që në opinion ato çfarë e paraqet komunikimi publik, narrativi ose rrëfimi i BDI-s është se ka një degradim të çështjes shqiptare, por pa përmendur asnjë shembull konkret se me çka shprehet ky degradim i çështjes shqiptare. Balancuesin e kanë kërkuar vetë eksponentët e BDI-s në qeverinë e kaluar që të hiqet, dhe thjesht është të hequr, por ne jemi duke bërë ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, një punë që ata nuk e kanë bërë gjatë 22 viteve të pushtetit të tyre. Tash, ata i kanë thënë fëmëros që ta heq balancuesin, apo ata vetë kanë dashur ta heqin balancuesin, apo janë marrë vesh, është çështja që duhet ata ta sqarojnë. Çështja që gjykatat kushtetuese me ligjin e gjuhës shqipe, me thënë, ne dim që gjykatën kushtetuese e kanë votuar pikërisht eksponentët e BDI-s edhe LSDM-s dhe nuk e ka votuar as VMRO-ja e as ne. Ajo është gjykatë që ata e kanë bërë, si të thuash me gjuhën e Skënderbeut, gjykatën kushtetuese nuk e sollëm ne, ata gjetëm tek BDI-ja. Dhe ata janë ata cilët sipas nesh i kanë nxitur ato lëndë te gjykata kushtetuese për ta abroguar ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Realisht e dini që edhe ajo nuk ka ndodhur, dhe ata nuk kanë sjellë asnjë argument tjetër se me çfarë është të degraduar gjendja e shqiptarëve. Përse ata e mendojnë se degradimi i gjendjes së shqiptarëve është pse në listën e zezë personave non grata është Ramiz Merko dhe Artan Grubi, për shkak se Artan Grubi edhe Përparim Ademi janë në arrati dhe janë të akuzuar për korupcion. E në qoftë se kjo është degradimi i çështjes shqiptare, është shumë problem atëherë përse si ne perceptojmë çështjen shqiptare, ose përse degradimi i çështjes shqiptare është arrestimi i birit të deputetit Ismail Jaoski, të Pusko-Petrollit, që është në biznes me familjarët e zotit Ahmeti. Në qoftë se kjo është degradim i çështjes shqiptare, atëherë ne duhet ta shpjegojmë se për kokën e zotit Ahmeti degradimi i çështjes shqiptare nuk është humbja e interesit shqiptar, por është humbja e interesit të tij personal. Ne si vlen nuk shohim asnjë element të prekshëm me cilin dikush do kishte thënë që këtu kemi humbje të interesave shqiptare, qoftë në kuptim të përfaqësimit, qoftë në kuptim të financimit të komunave shqiptare, qoftë në kuptim të investimit për zhvillimit të komunave shqiptare, qoftë në kuptim të investimit për arsimin shqip, nuk ka asnjë prapakthim nga ajo çfarë është realizuar gjatë këtyre viteve për mbrojtjen e interesit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Në një intervistë për Telegrafin, kryetari i BDI-s Bujar Osmani tha se BDI për herë të parë në këtë zgjedhje nuk do të garon me premtimet, por do të garon me krahasimet. Në fakt ai përmendi një shembull që tani qytetarët e kanë shumë të lehtë ta bëjnë krahasimin, sipas tij gjatë kohës së BDI-s u bë kryeministri i parë shqiptar, ndërsa Vleni
thot që për përdor si mburje drejtorin e Filharmonisë dhe Zoti Osmani tha që në zgjedhje do të maten kryeministri i parë shqiptar nga njëra anë dhe drejtori i Filharmonisë nga ana tjetër. Unë kuptoj që ata duan ta banalizojnë këtë punë, por ndoshta fjalia më e saktë është që në këtë zgjedhje ata e kanë ndarë mendja që të mos zgarojnë me gënjeshtra, por me të vërteta. Uroj të jetë kështu, për shkak se ne dim që fushata për kryeministin shqiptar pa të përfunduar me një gënjeshtër të madhe të Zotit Ahmeti, i cili gjatë gjithë fushatës thoshte se do e bëj kryeministrin e parë shqiptar, dhe në fund kur e pyeti ai gazetari se ku është kryeministri i parë shqiptar, ai e bëri me shenjë ka Zoti Zaev. Tha ja, do thonë kryeministri shqiptar nuk u bë dhe ne duhet ta pranojmë këtë punë. Ajo çfarë u bë Zoti Xhaferi në 3 muajt e fundit për ta vozitur veturën të kryeministrit, duke u bërë një kryeministër teknik pa as pak pushtet, na ka degraduar neve si kom, për shkak se nga një kom politik na ka shndërruar në një kom simbolik. Ata duan që me atë mesazh ata u thanë shqiptarëve se ju nuk mund të bëni asnjëherë në pozitë kryeministrit, por mund të voziteni në veturë të kryeministrit. Dhe është e vërtetë që Talat Xhaferi gjatë atyre 3 muajve është vozitur mjaft në veturë të kryeministrit, duke rrahur gjoksin, por mban mend shqiptarët një çështje që e ka lëvizur ai duke qenë në pozitë të kryeministrit teknik. BDI fillimisht duhet të jap llogari atëherë pse të kaluarën gjitha fushatat i ka bërë përmes asaj që ata e kanë quajtur premtime, në fakt që emërtimi i saktë është gënjeshtra. E mban mend opinioni fushatën e Blerët të BDI-s. Çfarë është bërë nga ajo? Ku ka mbetur fushata e Blerët e BDI-s? Një fushatë të tërë e kaluan duke folur për temën e Blerët. Dhe çfarë u bë tash nga tema e Blerët? Dhe nuk është kjo çështja e parë dhe e fundit. Domethënë ne po t'i marrim gjitha fushatat e tyre dhe po ta listojmë listën se çfarë ata kanë në gënyer e mashtruar, smjaftojnë edhe libra të tërë të bëhen për ato mashrime që i kanë bërë. Uroj që në zgjedhjet e ardhshme të mos shërbehen më me gënjeshtra, por ta kenë marrë leksionin e votuesit shqiptar dhe të kthehen në skenë duke ofruar zgjidhje reale edhe të vërteta e jo vetëm se mashtrime si në të kaluar. Zoti Ibrahimi, në fakt edhe shumë gjëra të cilat i ka premtuar koalicioni Vlen nuk kanë gjetur realizimin. Do t'i rradhes një nga një janë ndryshimet kushtetuese që i keni përmendur si kusht i parë për marrëveshje koalicionimi për qeverinë, por pastaj pas anulimit të balancuesit e keni premtuar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ka shumë muaj që prej se keni paralajmëruar, por ende nuk ka gjetë formën e realizimit, është Akademia Shqiptare. Preferoj të flasim një nga një. Ndryshimet kushtetuese ishin kushti juaj prioritar, si që thatë atëherë pas formimit të qeverisë. Madje janë përmendur edhe afate, është përmendur afati 3 mujor, 6 mujor, kështu me radhë, por nga ajo që po shihet është se ndryshimet kushtetuese është shumë vështirë të realizohen. Pse ndodhi kjo? Më thonë, fillimisht duhet të them që nuk ka asnjë dilemë nga asnjë parti shqiptare në këtë rast, edhe nga partitë e Frontit Evropian, besoj, që shqiptarët, të gjithë deputetët shqiptarë të votojnë ndryshimet kushtetuese në çdo çast që vinë ato në kuvend. Por edhe në mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat, e dim të gjithë ne se ndryshimet kushtetuese nuk bëhen pa deputetët e VMRO të PMN-s. Kjo është një realitet i cili po na ndjek. Edhe po të hiqet sot Vlenin ka qeveria, kjo nuk e ndihmon arritjen e ndryshimeve kushtetuese. Po kjo ka qenë një fakt i ditur që para formimit të qeverisë. Po, sigurisht domethënë. Bisedimet që i kemi pasur ne me partnerin ton VMRO-PMN kanë qenë në funksion të asaj që se si mund të gjejmë zgjidhje për të bërë ndryshimet kushtetuese. Dhe ata, edhe sot edhe atëherë, nuk kanë rezistuar në realizimin e ndryshimeve kushtetuese, ata kanë kërkuar mirëkuptim nga ne që të kemi mirëkuptim për mënyrën se si do i realizojmë ndryshimin kushtetuese. Dhe kërkesa e VMRO-PMN-s nuk është vetëm ndaj nesh, por është edhe ndaj partnerëve
europiane dhe në të tej Bullgarisë, a ka mundësi një faktor politik ose i Bullgarisë ose i BE-s të japë një lloj sigurie që kjo është vetoja e fundit për Maqedoninë e Veriut drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe ne si shqiptar, për shkak se kemi bashkëqytetar këta njerëz dhe nuk duhet gjithë një të shohim në prizmin se vetëm ne duhet të fitojmë, nuk është se nuk kemi edhe mirëkuptim për shkak se ata kanë bërë shime edhe për flamurin, edhe për emrin në rastin e Greqisë dhe tash prapë u kërkohet një lëshim për integrimin me Bullgarinë dhe që ka të bëjë pikërisht me identitetin e tyre dhe nuk mund të mos e kemi edhe këtë empati për ata. Dhe ata thonë, a mundet dikush të thotë që kjo është vetoja e fundit dhe ne i bëjmë edhe kështu si janë. Por s'paku të dim se pas kësaj më nuk ka veto tjetër, për fat keq nga palla bullgare akoma nuk ka dalë askush të thotë se kjo është vetoja e fundit dhe po që se Maqedonia e Veriut i bën ndryshimin kushtetuese dhe i fut bullgarët në kushtetut e vazhdon rrugën e integrimit evropian pa asnjë problem. Dhe në këtë gjendje kur edhe vetë BE-ja është mjaft heterogjene veçanërisht pas zhvillimeve gjeopolitike me zgjedhjet e fundit në SBA, unë truaj se po gjendet zgjidhje dhe andaj edhe në palën e DVMR-s ka një hezitim i cili thotë se ne ka mundësi të i bëjmë ndryshimet kushtetuese dhe prap të pengohemi nga Bullgaria, kurse BE-ja nuk ka më fuqi që ta stopoj edhe një veto të Bullgarisë. Dhe thjesht është një klesh, është një përplasje mes këtyre diskutimeve dhe nuk ka të bëj fare me atë se vleni është e përcaktuar, nuk është e përcaktuar. Vleni është e përcaktuar 100% që të bëhet kjo punë. Por nuk është vleni elementi vendimtar që e bën këtë punë dhe ne nuk është që së po e fshojmë këtë. E kemi thënë edhe në takimet me diplomatët e Bashkimit Evropian, se po që se tërheqja e vlenit ka qeveria e ndihmon integrimin evropian, vleni është i gatshëm edhe sot të ta bëjë atë. Por askush nuk është i bindur që tërheqja jonë e ndihmon procesin e integrimit evropian. Andaj nuk duhet ta shoh në prizmë se vleni nuk e mbajti fjalën, vleni e mban fjalën, por nuk është vleni faktori vendimtar që duhet ta bëjë këtë. Për çështjen e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Domethënë, fillimisht më duhet ta them që Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe pse e ka pasur të saktësuar si dispozit të marrëveshjes së orit, për 22 vite në pushtet nuk ka bërë ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Dhe çfarë do? Askush nuk e ka mbajtur për fytyrë pse për 22 vjet nuk e ka bërë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, kurse vlenit i kërkohen afate javore se kur e bën ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Unë edhe juve u premtoj edhe gjithë opinionit. Nuk ka mundësi të ndodhin zgjedhjet e ardhshme parlamentare pa u bërë ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Kjo ka mundësi të ndodhë edhe në muajin tjetër, ka mundësi të ndodhë edhe në këtë muaj. Takimin e fundit që kemi pasur në kryeministrin, ai ka thënë se janë çështje të dytre nejneve që duhet të hekurosen mes grupit të ekspertëve të vlenit dhe të VMR-s dhe pastaj të kalojnë qeveri dhe të shkojnë në Komisionin e Venecias. Domethënë, nuk ka fare përplasje, janë shpjegime të ndryshme në kuptimin se kush duhet ta mbikëqyr përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. A duhet ajo ministria, a duhet ajo agjenci, a duhet avokati i popullit e kështu me radhë. Por nuk ka asnjë dilemë as tek VMR-ja as tek ne që ligji të do miratohet. Dhe unë ju siguroj që ky ligj të do bëhet. Në qoftë se flasim për akademinë, po sigurisht është një ide të cilën e keni proklamuar. Akademia e Shkencave Shqiptare është një organizatë sot për sot dhe shpresojmë që në të ardhmen të bëhet institucion vërtet akademik që sot mbështetet për komunave shqiptare. Domethënë për komunat së Kosivarit, Tetovës, Çajirit edhe Zhelinës, edhe ajo funksionon, ata bëjnë edhe projekte shkencore të hulumtuese. Sa për ta informuar shikuesin ton, Universiteti i Tetovës ishte themeluar në vendim të 3 komunave shqiptare. Komunat të Tetovës, të Divrës edhe të Kosivarit. Nuk po bëjmë asgjë që nuk ka ndodhur në të kaluarën dhe ne shpresojmë që nga një iniciativë e këtillë
në të ardhmen të ketë edhe ligj për themelimin e Akademisë së Shkencave të Arteve Shqiptare. Po duhet të ta pranojmë se shumica në parlament nuk është e gatshme të themelohet edhe një Akademi e Shkencave dhe Arteve Shqiptare dhe neve të na duhet të presim një kontekst tjetër politik që të mund ta kemi një shumicë tjetër e cila do e bëj ligjin për themelimin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptare. Zoti Ibrahimi, një çështje tjetër e cila po ka një mori reagimesh është çështja e kufirit me Kosovën, çështja e kufirit në Bllac ku po bën rallë të gjata të veturave dhe për çdo ditë më shumë reagimet e qytetarëve janë edhe më të ashpra, ato reagojnë edhe ndaj juve si përfaqësues shqiptar në pushtet. Pse vlerësoni që po bëhet ai? Po është çështje ditësh, më thonë nuk dua të spekuloj me data, por brenda prillit ajo punë mbyllet. Dhe për informacion të shikuesve tanë, më thonë kufiri me Kosovën në Bllac edhe në Azhinj po bëhet s'pari herë si shembull i kufirit që e lehtëson komunikimin e shqiptarëve si asnjëherë në të kaluarën. Ne dim që në kufirin e Tabanovtit, në kufirin e Qafthanës, ne kemi nga dy policë aty në pikën kufitare, ku ti e jep pasaportin të polici jonë dhe pastaj e merr të polici shqiptar, fjala bie në Qafthanë. Në kufirin e Bllacit do ketë vetëm një. Dhe kjo bëhet vetëm për ta lehtësuar qarkullimin e njerëzve. Domethënë kur hyn Kosovë, udhëtarit do të kontrollohet nga polici i Kosovës dhe kur del do kontrollohet dhe kur futet pastaj në Maqedoni do kontrollohet nga polici i Maqedonisë. Diçka më të favorizuese për qarkullimin mes shqiptarëve se kjo nuk ka ndodhur. Më thonë, ata kanë pasur për shtetin 22 vite, bile një kohë edhe janë burë që kanë pasur edhe ministrin të punëve të brendshme, por nuk e kanë bërë këtë punë. Vleni për e bën këtë punë pa mbyllur as një vit. Dhe pos kësaj, edhe një gjë tjetër që më duhet ta përmendi, 22 vite nuk e kanë zgjidhur çështjen e ushtarëve të UÇK-s të Kosovës që janë të përndjekur nga Interpoli serb. Kur nuk e kanë zgjidhur sepse tash dalin edhe vajtojnë. Ne kemi zgjidhur edhe atë punë, e kemi zgjidhur sipas shembujve që e kanë zgjidhur edhe disa vende të BE-s, siç është Slovenia edhe Kroacia. Andaj edhe ushtarët e UÇK-s të Kosovës nuk do të kenë asnjë rrezik për përndjekjen që u bën Serbia atyre. Andaj me çfarë arsye tjetër do thonë se po degradon çështja shqiptare. Ne po e bëjmë kufirin Kosovë-Maqedoni më të lehtin të kalueshëm, ne po zgjidhim çështjen e ushtarëve të UÇK-s, një punë që ata nuk e kanë bërë të kaluar. Çështja e këtij kufiri bëhet brenda muajit prill dhe kjo është çështje e mbyllur më. Zoti Ibrahim, edhe krejt për në fund, një çështje tjetër që është bërë pjesë e debateve politike është edhe hetimi i tragjedisë në Koçan. Opozita akuzon për hetim selektiv, se po arrestohen vetëm funksionarët e pushtetit të kaluar e jo funksionarët e pushtetit aktual. Nuk është e vërtetë, më thonë, nëse ju e merrni listën e njerëzve të arrestuar, aty ka plot eksponent VMRO-s, ka eksponent të BDI-s, ka eksponent të LSDM-s. Kjo ndodh për herë të parë, se ne kemi pasur shembuj të tragjedisë autobusit Besatransit, autobusit Turmutursit, Llaskars, kemi pasur spitalin modulare në Tetov dhe s'ka pasur asnjë arrestim. Do thonë dhe sot kur po ndodhin arrestimet, po duan të nxjerrin shpjegime se kjo po bëhet në mënyrë selektive. Të mos kish pasur arrestime, do kishin thënë pse nuk ka arrestime. Do thonë, derisa ka arrestime, ajo i bie që shteti të funksionon dhe të arrestuar nuk janë njerëzit mbas përkatësive partijake as etnike. Janë të arrestuar ata të cilët mund të jenë të implikuar në rastin e kësaj të tragjedie. Uroj që të mos ketë
padrejtësi në gjykimin e tyre, për shkak se ata janë gjithë akoma të dyshuar dhe ne duhet të ruajmë prezumimin e pafajësisë, por unë duhet ta përshëndes vendimin dhe zbatimin ose punën e qeverisë që e ka bërë duke qenë kaq e vendosur që të arrestohen gjithë njerëzit pavarësisht përkatësisë politike. Ju e dini që ka aty edhe eksponent të VMRO-s. Andaj nuk mban kjo që ka arrestime me selektim politik, aq më pak me selektim etnik, për shkak se aty janë të arrestuar mbi 35 apo ndoshta edhe më të persona për të cilëve 3-4 i ke shqiptar. Nuk ka selektim as me baza politike, as me baza etnike, por ama s'pari herë po shihet se po vepron shteti. Ne të kaluarën e kemi parë që shteti nuk ka vepruar. Do thonën u dogjën të gjallë njerëzit në spitalin modular të Tetovës dhe të Fajtor u shpall kabloja. U dogjën të gjallë në autobus njerëzit në Sofje, në Bullgari dhe Fajtor u shpall shoferi, më duket i cili edhe vetë ishte i ndjerë. Askush nuk mori asnjë përgjegjësi. S'pari herë ndodh që dikush të marrë përgjegjësi dhe ne duhet si shoqëri të mësohemi që të përshëndetet veprimi i pushtetit kur në këto raste i ndjek përgjegjësit e këtyre ngjarjeve të fatale. Zoti Ibrahimi, ju falenderit që ishit së bashku me ne në emisionin tonë. Ju falenderit edhe juve shumë. Shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen, deri të martën e ardhshme, bashkë mirupafshim.